Përshëndetje ladies, mirë se vini një herë tjetër në Vildana Eva. Në këtë video ju sjell një grim të cilin mund ta realizoni me 5 minuta. Është një sfidë, më mirë le të themi kështu. Por nganjëherë ndodh që kemi me të vërtet vetëm 5 minuta për të përgatitur edhe për të dalur nga shtëpia. Ajo çfarë unë bëj kur kam shumë pak kohë është të zgjell se çfarë dua të bëhen, domethënë më pak. Atë çfarë dua të rregulloj dhe çfarë është e rëndësishme për mua që të jetë në rregull. Për shembull, ajo që jo që nuk mund të dal, unë dal edhe kështu si ku më shikoni ju, pa grim, shkoj bëj pazare, të rrugë gjërat e mia, domethënë nuk është se jam e varur kaq shumë nga grimi, por kur dua të rregullohem në 5 minuta, për mua është e rëndësishme të rregulloj vetullat, të mbuloj rrafet e zi poshtë syve, pra korektori, si ka emrin rimel dhe një hije kremoze në përgjithësi tek shëpalla, të sfumuar me gishta, me qenë se është më kollaj dhe më shpejt. Pastaj, në shoh se ka ngelur kohë, një çik blash edhe buzëkuqi. Kaq. Kjo është ajo çfarë unë bëj në 5 minuta më të vërtet. Kështu që do shohim tani, në qoftë se do mundem ta bëj edhe sot. Dhe këtu tek telefoni kam vënë timerin 5 minuta. Dhe do lidh flokët në fillim se pastaj më bestisin. Ok, gati. Kam një qikë kështu si ankë. Allora, fillojmë, i bëjmë. Fillojmë njëherë me korektorin. Dhe si gjithmonë, ka vite që e përdor dhe nuk do e ndroj derisa të gjej në një tjetër kaq të vlefshëm sa ky. Pro Longwear Mac, ky është numri në NW 25 dhe e aplikoj këtu ku më intereson me furçën edhe pastaj e shtri me gishta pak. Ok, vetullat, lapsi. Forqë sfumoj, oddio. Të shpon. E sfumoj edhe këtë. Si të vi, domethënë nuk është se duhet të jetë perfekte, por diçka ngjashme. Allora, kaloj tek syt, një hije ndriçuese. Këtë tashmë e njihni Bare Study të MAC. Ndriçoj pak shëpallën dhe kaq. Një laps bëj kafë. E sfumoj një qik. Dhe rimel.
shumë rimel sepse do na hapet një çik më tepër syri, do na duket më në rregull. Aiuto. Ok. Pak bronzer. Dhe ndriçues. Blush. Dhe për buzët, një buzëkuq të fortë, me qenë se jemi shumë delikat. Është i pari që kapa dhe është Diva. Mbarova! Dhe në 5 minuta Në 5 minuta kjo është ajo që çfarë unë arrit të bëj. Nuk është ndonjë vepër arti, më thënë, por diçka e kalueshme. Pastaj janë ca gjëra që për shembull buzëkuqin mund ta rregullojmë edhe pak në makinë apo në tren, në autobus aty ku jemi. Dhe edhe një çik pudër mund ta aplikojmë kur po presim në makinë në semafori të bëhet i shi. Dhe kaq. Ky është grimi që unë bëj në 5 minuta. E di që nuk është ndonjë gjë e eksagjeruar, por është në të vërtetë diçka easy. E thjesht fare. Fundja 5 minuta janë. Shpresoj që ketë pëlqyer videoja goca dhe bashkë shihemi në videon e radhës. Ciao!